Të dashur vëllezër e motra, këtë urim Krishtlindjes duam t'ja bëjmë së bashku të gjithë ne peshqvitë e Shqipërisë. Do kishim dashur që në këtë urim të ishte pjesë edhe i Zot Simon Kulli i peshqvi Safës, por jemi të sigurt se ai na uron Krishtlindjet nga qielli dhe lutet për ne, secili nga ne ka një fjalë për t'u drejtuar popullit të Zotit që është në Shqipëri. Me rastin e festës së Krishtlindjes së bashku me bashkëvëllezërit e mi peshqvin, dëshiroj t'ju drejtoj të gjithëve një lajm shpresë. Një shpresë që buron nga misteri që po kremtojmë. Zoti u bë njeri dhe banoi ndër ne. Po, Krishtlindjen na kujton që Zoti është pranë nesh. Ai hyn në jetën tonë të përditshme. Boti pranishëm veçanërisht atje ku ka vështirësi, pasiguri dhe buajtje. Të kremtosh Krishtlindjen do të thotë të ndihesh praninë e Zotit, por njëkohësisht edhe ta komunikosh këtë prani të tjerët. Mos mundohemi të mendojmë vetëm për vetveten, mos mundohemi të marrim, por edhe mbi të gjithë të japim. Mos kërkojmë të fitojmë gjithçka për vete, por e hapim dyert e zemrat tona ndaj të tjerëve. Vetëm ashtu, Krishti do të lindë e do të qëndrojë gjithmonë në jetën tonë. Populli që ecën në errësirë pa një dritë të madhe. E mbi këtë lugin të errët shndriti drita e fuqishme, e ke shumuar gëzimin, e ke rritur harem. Kështu thot profeti Isai në kapitullin 9. Kjo është përvoja e Krishtlindjes, përvoja e daljes nga një errësirë që prek njeriu deri në misterin e fundit, të pakapërcyeshëm për atë që është misteri i vdekjes, siç ka shënuar edhe jetën e vllaut ton Simonit. Por ne e dim që në fe, kjo dritë shndrit. E Zoti nëpërmjet edhe ofertës së Tij shndrit në jetën tonë, e përballë këtij grazhdi në Betlehem, ku jemi të ftuar gjithë të kremtojmë, të festojmë, të sodishsim,